Është ndarë nga jeta në moshën 86 vjeçare regjisori i shquar shqiptar Piro Milkani, një nga figurat më të rëndësishme të kinematografisë shqiptare. Një figurë emblematike që la gjurmë të pashlyeshme në artin dhe kulturën tonë kombëtare. Piro Milkani u nda nga jeta këtë të shtunë, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme artistike që ka formësuar dhe pasuruar kulturën shqiptare për dekada me radhë. Lajmin e bëri të ditur në një postim në rrjetet sociale djali i tij Eno Milkani, teksa shkruan "Iku babi, shoku dhe kolegu im". Arkivi qendror shtetëror i filmit, teksa njofton ndarjen nga jeta të Piro Milkanit, shkrua në një postim në rrjetet sociale se i lindur më 5 janar 1939 në Drenov, Milkani ishte një nga kinastët e parë të kinematografisë shqiptare, duke realizuar filma që mbetën në kujtesën dhe zemrat tona. Veprat e tij si Nga dhënjim mbi vdekjen, Çifti i lumtur, Zonja nga qyteti u bën pjesë e identitetit ton kulturor dhe janë dëshmi të talentit dhe përkushtimit të tij ndaj artit. Lajmin e trisht e ka ndarë sot edhe biri i tij, Eno Milkani, përmes rrjeteve sociale me anë të një mesazhi prekës. Filmografia e tij është shquar nis në moshë të re, ku në kinostudion shqiptare del filmi Aq i dashur për art të dashësit, Nga dhënjim mbi vdekjen, më 1967, i pasuar me Përse bien këto daulle dhe Kur zbardhi një ditë, më 1969 dhe 1971. Një gjurmë të fortë Milkani do të linte me 2 prodhimet e radhës kinematografike, Shtigje lufte më 1974 dhe komedia Aq e bukur Çifti i lumtur, me kastën më të mirë të aktorëve shkodran. Dhe ngjitje do të vijonte me 2 serit Zonja nga qyteti më 1976 dhe Një shoqe nga fshati më 1980, që kanë mbetur edhe sot në zemrat e shumë shqiptarëve dhe janë ndër filmat më të ndjekur komedi. Pa harruar më tej, Besa e kuqe, Pranvera nuk erdhi vetëm, Gjenerali i ushtrisë së vdekur, së bashku me regjisorin italian Luciano Tovoli, për të finalizuar me Ngjyrat e moshës në kapërcim të 2 epokave historike të vendit, apo Lamerica më 1994 dhe Trishtimi i zonjës Schneider më 2008, ku filmografia e tij u pasurua edhe më shumë pavarësisht tranzicionit të vendit. Piro Milkani lindi në Korçë më 9 dhjetor 1939. Pas mbarimit të shkollës së mesme në qytetin e tij, ai vazhdoi studimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Prag, ku diplomua si operator filmi. Gjatë viteve të studimit, ai realizoi filmin e tij të diplomës, Nenavist, i cili shënoi filmin e një karriere të suksesshme në kinematografi. Pas kthimit në Shqipëri, Milkani filloi punë në kinostudio si operator dhe si regjisor. Ai ka realizuar mbi 20 filma artistik. Për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në kinematografinë shqiptare, Milkani është nderuar me tituj dhe çmime të shumta, përfshirë titullin Artisti i Popullit dhe medaljen Ambasadori i Filmit Shqiptar nga Ministria e Kulturës dhe Shqipërisë.